إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë. Prej Allahut mëshirë, mirësi dhe begati kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve, sjelljeve, veprave tona, cili ndoshta i madhi Zot e udhëzon e çel syt për të parë dhe pranuar udhëzimin, nuk ka kusht ta humb dhe devijoj, dhe cili do që devijon dhe humbet dhe i mbyll syt dhe verbohet përballë të vërtetës, përballë të vërtetës, dhe nuk e pranon atë, nuk ka kusht ta udhëzoj përveç të madhit Zot. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të njihet si Zot e të adhurohet si Zot me të vërtet përveç Allahut. Ai është një i vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte rob i Zotit, njeri, ishte i dërguar i Zotit dhe ai ishte vula e profetëve dhe e shpalljes në tokë. Misioni i tij përmbledhet në vargun kuranor ku Zoti thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të sollëm në këtë botë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Sallallahu alaihi, mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi të, dhe mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra, sa më shumë të meditojë njeriu në librin e Zotit, aq më shumë ndriçohet. Sa më shumë të meditojë njeriu në librin e Zotit, aq më shumë e gjen veten e tij në të. Sa më shumë të meditojë njeriu në librin e Zotit, aq më shumë përmirësohet, rregullohet, pastrohet, orientohet. Sa më shumë të jetë i lidhur besimtari me librin e Zotit, aq më shumë tek i madhi Zot lartësohet e vlerësohet, e nuk ka dyshim se ky libër do të jetë një nga tërheqësit e tij në xhenetet më të larta të Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yuqalu li qari'il Qur'ani yawm al-qiyamati iqra wartaqi." Fa inna akhira mawdi'in inda akhiri ayatin taqra'uha. Do i thuhet lexuesit Kur'anit, jo vetëm hafizit, por çdo lexuesit Kur'anit që e ka bërë Kur'anin program tradit. Jo me prit Ramazanin që me ngjuaj herë Kur'anin nga fillimi deri në fund, po me lexu Kur'anin minimalisht 12 herë në vit, pra një herë në muaj. E ai njeri që është marrë me Kur'an dhe ka lexuar Kur'anin, do t'i thuhet ditën e Kiametit: "Lexo e ngrihu, do të qëndrosh tek ajeti i fundit që do të lexosh." Zoti na bëf për atyre njerëzve që kapen me Kur'anin, e lexojnë Kur'anin, e përkthejnë në jetë Kur'anin, e si pasojë bëhet Kur'ani dritë, qetësi, rehati për ne në këtë botë, në jetën e varrit dhe ditën kur do dalim përpara Zotit. Amin. Dhe kështu ne me shpresën e Zotit do të vazhdojmë udhëtimin ton me stacione qëndrimi në suret e Kur'anit, dhe sot inshallah taala do të ndalemi në një sure e cila duket nga emri i saj çuditshëm, po faktikisht aty ka urtësi dhe aty ka mësime dhe aty ka perla si gjithë Kur'ani famëlar. Sureja që do të ndalemi sot në të është e radhës, quhet Suratul An'am. Suratu Al-An'am. Sureja apo kapitulli Al-An'am i bagëtive. Thash tingëllon çuditshëm
Ashtu siç mund të njëlloj çuditshëm për dikë Suratul Baqara. Surja e lopës apo kapitulli mbi lopën faktikisht është gabim për kthehet kështu, po duhet thënë kapitulli mbi historinë, ngjarjen e lopës. Edhe këtu kapitulli mbi kafshët shtëpiake, bagtit. Jo se Zoti i Madh, o vëllezër dhe motra, në këtë sure flet për se si duhet të trajtojmë bagtit. As për llojet, as për zekatin e bagtit, jo, flet për gjë tjetër komplet. Pa ajo që është shumë interesante, o vëllezër, bagtit, pavarësisht se janë klasë më ulët se sa njerëzit, mirë po kanë disa gjëra në jetë që janë shumë më lartë se sa njerëzit. Bagtit ja njohin vlerën dhe vlerësojnë atë që ju ushqen, atë që i stallos, atë që i mirëmban, atë që kujdeset për të. Ja din vlerën dhe e vlerësojnë. Ndërsa njeriu nga njëherë në raportet e tij me krijuesin, s'ja din vlerën, s'do më ja ditë për Zot, nuk është ndaj tij i kujdesshëm, pra me kuptimin ndaj asaj që ai urdhëron apo ndalon. Për këtë arsye Zoti në Kur'an thot se nga njëherë njerëzit janë më poshtë se sa kafshët. Se fundi e fundit kafsha s'do të ketë për të xhenet dhe xhenem. Fundi e fundit aq e ka instiktin që i ka falë i madh Zot, po njeriu nuk i falet, sepse njeriu është koshient për atë që bën. Në këtë sure i madh Zot tregon se si njerëzit në raport me bagtit mohojnë Zotin dhe krijuesin. Po si? Duke dhënë për bagtit gjykime apo besytni që nuk i ka thënë i madh Zot. Si puna e disa muslimanëve, të cilët me bagtit i bëjnë shok Zotit, ndërkohë që duhet ishin nëpërmjet kësaj mirësie të Zotit shumë falëndërues ndaj Zotit, adhurues Zotit, shkon dhe bagtit i therr për dikë tjetër jo për Allahun. Nuk kanë lënë varr, e nuk kanë lënë tyrbe, e nuk kanë lënë vend pa therr bagti, se ta bjerë mbar, se ka dhënë prova, se, ndërkohë që Allahu xhallal xhelaluhu çdo gjë mund t'ia falë njeriu në botën tjetër. Ama shirkun dhe idhujtarin kur i madh Zot nuk e fal njeriu në botën tjetër. Në këtë sure i madh Zot, Allahu xhallal xhelaluhu na jep një sinjal se kafshët janë nën pushtetin ton, nën menaxhimin ton prej Allahut. Jo prej nesh, po prej Zotit. Allahu e ka bërë të nënshtruar për njeriu çfarë është në qiell dhe në tokë, dhe ndër këto të nënshtruarat ndaj njeriu janë edhe bagtit, të cilat njeriu duhet i përdori mirë, duhet të kujdeset për to, nuk duhet i dëmtoj, nuk duhet i shqetësoj, nuk duhet t'i nxjerrë nga natyra në të cilin e ka krijuar Allahu në punë të tjera, po t'i ri korrekt asaj natyrshmëri që Zoti i ka fal bagtit. Dhe ju e dini shumë mirë historinë se si vjen njëherë një deve dhe ankohet tek pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe pejgamberi sa ta kush është ti Zoti i kësaj deveje, tha njëri aty, tha unë tha dëgjoj, sapo mua angua tha për ty që ti nuk e ushqen mirë dhe e ngarkon më shumë se ç'ban. Ose thënia e profetit alayhis salatu wassalam, për çdo gjallëes që silleni mirë me të, do të merrni shpërblim tek Zoti. Po me njeriu në u sjell mirë, nuk ka dyshim që shpërblimi është shumë edhe më i madh. Suratul Al-An'am si sure ka zbritur në Mekë. Dhe është një sure që ka zbritur ndër të rrallat sure që ka zbritur e gjitha nga fillimi deri në fund. Se ndodhte që kur zbriste Kurani pejgamberit alayhis salam, kishte raste që zbriste një pjesë, pastaj plotësohej me një pjesë tjetër më vonë. Kurse suratul Al-An'am është ndër të paktat sure të Kuranit që ka zbrit nga fillimi deri në fund në një takim. Pra në një herë ka ardhur Xhibril alayhis salam dhe ja ka shpallë të gjithën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe suratul Al-An'am
është një sure shumë e veçantë në mënyrë se si trajtohet në të e vërteta dhe e kota. Suratul Al-An'am ka zbritur në vitin e 13 të shpalljes, pra aty afër para emigrimit pejgamberit alayhi salatu wasalam, në një kohë ku situata kishte shkuar ku nuk mban më. O idh yamkuru bika alladhina kafaru liyukhrijuka aw yuthbituka wa yamkuruna yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kur i thurnin planet dhe kurthet idhujtarët që të burgosnin ose të vrisnin, ata bënin planet e tyre, mirëpo Zoti kishte planet e tija. E Allahu është më i miri ndërtuesi planeve. Na ndodh neve shumë herë në jetë që na duket sikur na dështojnë planet tona dhe idetë tona për të ndërtuar jetën apo për të zhvilluar gjërat në formën më të mirë. Dhe më vonë ne kuptojmë se plani i Zotit pas ka qenë më mirë se sa plani jonë. Mirë po masi të ndodhi. E pejgamberi alayhi salatu wasalam në rastin e surës Al-An'am ka qenë në një situatë saqë Allahu në këtë sure e përmend vuajtjen shpirtërore të pejgamberit alayhi salatu wasalam. O vëllezër, nuk është e lehtë të flasësh një populli 13 vjet dhe mos besojnë vetëm se më pak se 100 persona. Jo vetëm që nuk besun, po maltratimi, përndjekja, dëmtimet, vuajtjet, përgjinjështrimet, kufizimet, embargot. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam në fund fare ishte njëri si gjithë njerëzit e tjerë dhe i përjetonte gjërat. Mirë pa i kishte edhe një arsye tjetër se pse i përjetonte gjërat. Sepse e dinte çdo të thotë që dikush mos ta ndjekë atë. Çfarë do ta gjejë një njeri në botën tjetër që nuk pason Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe kjo e bënte edhe më shumë të vuante. Për këtë arsye dhe Zoti e sqaron këtë gjë në Kur'an, siç e ka sqaruar edhe në vende të tjera ku i thot Zoti, nuk ke ti pse të shkatrojsh veten tate, përse ata nuk besojnë. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prap e përjetonte shumë situatën, prap e vuante shumë brenda shpirtit të tij, që t'i fliste dikujt për fenë dhe për besimin, për islamin dhe personin, mos ta pranonte atë. Sepse kishte mbaruar më argumenti për një njeri që i fliste pejgamberit sallam dhe nuk e pranonte islamin, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dinte se ç'do të ndodhi me këtë njeri në botën tjetër. Për këtë arsye në një moment aty në surën Al-An'am i thot Zoti, e po mirë, nëse ke mundësi të bësh një tunel apo të ngjitesh në qiell, bëje. Pra me kuptimin mos prit që ti je ti menaxheri i situatës. Ti nuk je gjithë tjetër vetëm se i dërguar i Zotit dhe duhet bësh atë që themun. Për këtë arsye, suratu Al-An'am është e vetmja sure në Kur'an ku përmendet fjala e Zotit kul 44 herë. Kjo për dy arsye. E para për t'i thënë Muhamedit alayhi salatu wasallam se nuk je ti menaxheri i situatës, dhe e dyta për t'i thënë njerëzve se ky nuk flet nga vetja e tij. Po është dikush tjetër që i thot kul, thuaj. Dhe ai nuk bën vetëm se atë që i thot Zoti. Sepse i thosh ato her mas here, o Muhamed, na e bëj Mekën kopshte dhe lumej. O Muhamed, na e bëj malin e Safas dhe të Merves kodra ari dhe do të bëhemi besimtar. E të tjera gjëra që kërkoshin. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndonjëherë ja kërkonte Zotit çfarë i kërkonin ata. Zoti thot kul innamal ayatu innama ana bashar, thuaj unë jam njeri, nuk kam mundor të bëj mrekulli. Dhe sa ajetet mrekullit vijnë prej Allahut. Unë nuk kam asgjë në dorë, janë prej Zotit. Kur ma jep Zoti mundësinë e bëj, kur nuk ma jep Zoti mundësinë nuk e bëj. Edhe kështu gjithë pejgamberët e Zotit kur kanë bërë mrekulli, nuk i kanë bërë nga fuqia e tyre, i kanë bërë prej Zotit. Edhe Isa alayhi salatu wasalam kur e bonte atë baltën në formën e zogut dhe i frynte vetëm atëherë kur Zoti ja kishte dhënë mundësinë, jo gjithmonë. Në situata dhe në raste dhe në momente të caktuara. Apo shërimi i të smurve kështu më radhë, po kështu edhe mrekullitë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, cilat janë përse 600 mrekulli,
Të gjitha nuk kanë ndodhur prej tij, po janë prej Zotit. E Allahu xhelle xhelalu në surën Al-An'am shpalos një gjë që është shumë e rëndësishme, vëllezër dhe motra, faktin që krijimi duhet ta çojë njeriu te krijuesi. Për këtë arsye në surën Al-An'am përmenden shumë rastet e krijimtarisë Allahut xhelle xhelaluhu. Në surën Al-An'am përmendet e kota që ka përfshirë gjithçka dhe e vërteta që është e pakët, ama e vërteta është si drita. Për këtë arsye tha wa ja'ala dhulumati wan nur. Allah është ai i cili bëri errësirat dhe dritën. Drita është Islami. Ajo që erdhi me të Muhamedi alayhi sallam, dhe çdo gjë tjetër është dhulumat, errësira. Në surën Al-An'am kemi diçka o vëllezër që quhet testamenti i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Thoshte Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, kush dëshiron të lexojë testamentin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, le të lexojë edhe tregonte ajetet që ne do ta kemi një hutbë të veçantë vetëm për testamentin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në surën Al-An'am vjen ngjarja e bukur e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, i cili i thot popullit të tij kur e pa një yll të madh, ky është Zoti im, pastaj hëna, ky është Zoti im, pastaj dielli, ky është Zoti im. Dhe është një koncept shumë i gabuar në raport me të vërtetën e ngjarjes. Ka disa njerëz që janë aq të paaft logjikisht, saqë mendojnë se Ibrahimi është ai i cili ka dyshuar dhe ka menduar se mos është ylli Zoti i tij, pastaj ka menduar se mos është hëna Zoti i tij, pastaj ka menduar se mos është dielli Zoti i tij, pastaj ka shkuar tek Zoti. E këtë nuk mund ta thot askush që ka pak dije mbi Islamin. E vërteta është se Ibrahimi alayhis salam i ka paraqit këto si argumenta logjike për popullin e tij. Sepse ata adhuronin yjet, adhuronin planetet, adhuronin hënën, adhuronin diellin. Dhe Ibrahimi alayhis salam foli në gjuhën e tyre dhe ju tha, po mirë, ky është Zoti, po perëndoj, po tani kujt i lutem? Hëna, okay, hëna, po kujt i lutem masi perëndon hëna? Dielli, okay, dielli, po kujt i lutem masi perëndon dielli? Pastaj çfarë tha? Unë jam dorëzuar me besim të pastër Allahut i cili ka krijuar gjithçka. Pra nuk ishte ky besimi i Ibrahimit alayhis salam. Nuk është se Ibrahimi po dyshonte kush është Zoti. Edhe, si më thënë, e gënjeu mendja, mos është ylli, apo mos është hëna, apo mos është dielli. Për këtë arsye vijnë ajetet të cilat e sqarojnë se Ibrahimi alayhis salam i ka përdorur si argumenta dhe nuk i ka përdorur si besim. Në surën Al-An'am, i Madhi Zot flet çfarë ka ndodhur me popujt që nuk kanë besuar, për t'i dhënë mesazh popullit Muhamedit alayhis salam se nëse vazhdoni në një rrugë, njëjta gjë do të ndodhi dhe juve. Dhe sura Al-An'am ka një mbyllje o vëllezër, subhanallahu, shumë interesante. Kul a ghayra Allahi ta'muruni, si doni që të adhuroj dikë tjetër përveç Allahut? Si doni të më çoni tek dikush tjetër përderisa ky është krijuesi, ky është Zoti? Si mund të adhuroj dikë tjetër veç Allahut? Si ka mundësi që njeriu të besojë në Zot e të shkojë të adhurojë dikë tjetër përveç tij? Të falenderojë dikë tjetër përveç tij. Për këtë arsye është përmendur në librat e mëhershëm, quhen Israiliyat, një fjalë se Zoti i ka thënë njërit prej profetëve: Ana wa ibnu Adam fi sha'n. Unë me njeriu jemi në një çudi të madhe, Zoti thot. Unë dhe njeriu jemi në një çudi të madhe. Akhluqu fa yu'badu ghayri. Unë krijoj, adhurojnë dikë tjetër. Arzuqu fa yushkaru ghayri. Unë furnizoj, falenderojnë dikë tjetër. Khayri ilehim nazil. Mirësia ime gjithmonë ju zbret nga lart poshtë. Wa sharruhum ilayya sa'id.
Ndërsa e keqja e tyne, punë të këqija që ato bëjnë, gjithmonë ngjiten tek unë. Shumë interesante, domethënë mënyra se si i madh i Zot Allahu xhalla xhelalu pra i drejtohet njeriu. Thot men erade mujalasati falyadhkurni. Kush dëshiron të rri me mua, thot Zoti, le të më përmendi shumë, se unë do të jem aty, pra me kuptimin e mirësisë, mëshirës, begatisë etj. Ahlu ta'ati hum ahlu mahabbati. Ata që më binden janë të dashurit e mi. Ahlu ma'asiyati la uqannituhum min rahmeti. Ata që më kundërshtojnë nuk u ahum shpresën nga falja ime. Do më thonë, nuk i dënoj me njëherë, po lej kohë që të pendohen dhe të reflektojnë. In tabu fa ana habibuhum. Nëse këta mëkatar një ditë pendohem, unë jam i dashur i tyre. Wa in abau fa ana tabibuhum. E nëse largohen, më kthejnë shpinën, unë jam doktori, mjeku i tyre. Abtalihim bil masaibi, isprovoj me fatkeqësi dhe me sprova li utahhirahum min al ma'ayibi, që t'i pastroj nga tmetat dhe gabimet që kanë. Men etani taibun talaqaituhu min ba'id. Kush më vjen i penduar e pres prej larg. Wa man a'rada anni nadaytuhu min qarib. E kush ikën prej meje dhe arratiset prej meje, unë e thras nga afër dhe i them, ejna të dheb, ku po shkon? E leka rabbun siwaj, a ke zot tjetër përveç meje, ku mund të arratisesh, ku mund të fshihesh? El hasenetu indi bi ashrin wa azjed, e mirat e unë shpërblehet 10 e lartë. O sejjetu indi bi mithliha o afu, ndërsa të keqen e shpërblej njësoj, si shveprohet, e me gjitha të unë falë shumë. Wa izzeti wa gjelali, lo istaghfarani minha, la ghafartu lehu wala ubali, pasha madhështin time dhe madhërin time. Nëse njeriu një ditë, kur do qofta ajo ditë, pendohet, unë do ta fal, e s'dutja di për gjunahun që ai ka bërë, apo për gjunahet që ai ka bërë. Subhanallah. Vëllezër, nuk kam gjet në dëshirën time për të përfshirë surën El-Maide fjalë më të bukur se sa kjo fjalë. I ka përmbledh gjitha. Ai krijon, adhurohen të tjerë. Ai furnizon, falendrohen të tjerë. Ai vetëm me të mira, njeriu me të këqija. Ai na pret, ne i kthejmë shpinën. Dhe ne mendojmë se mund të jemi pranë tij me llafologji, ndërkohë që duhet duke e përmend sa më shumë dhe duke ju bind dhe adhuruar sa më shumë. Aq i mirë është ai me ne, saqë sado që të gabojmë prap na pret. Dhe nuk ka asnjëherë fund falja dhe mëshira e tij ndaj robit të tij, përveç se i del shpirti dhe ikën nga kjo botë i papenduar. E kjo sure, vëllezër, është një sure që faktikisht, siç e tham javën e kaluar për surën El-Maide, që duhet lexuar dhe duhet nxjerr prej saj mësime, edhe kjo sure faktikisht është një sure shumë interesante dhe do të kemi në të disa takime që me shpresën e Zotit të na zgjojnë dhe të na bëjnë që të reflektojmë, të jemi më të mirë, më të edukuar, në radhë parë me krijuesin ton, Zotin e gjithësisë, e pastaj me njerëzit. Lut Allahun e Madh, Zotin e gjithësisë, që kjo sure na bëj më të ndërgjegjshëm për çdo fjalë, për çdo vepër, për çdo sjellje
sepse është ndër të vetmet sura në Kur'an ku flitet për Zotin në gjysmën e saj. Pra gjysma e surës flet vetëm për Allahun. E aty Zoti thot: La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Mendjet, imagjinatat, perceptimet nuk e arrin dot Allahun, ndërsa ai sheh dhe di gjithçka. Sido që ta mendosh Zotin, nuk është ashtu. Ai është ndryshe, nga shke arrit ti ta imagjinosh. Sepse nuk mundet që mendet njerëzore ta imagjinojnë Allahun xhel xhel. Nuk ua ka dhënë Allahu fuqinë e perceptimit për të imagjinuar Allahun, Zotin e gjithësisë. Për këtë arsye, çdo lloj imazhi që paraqitet, qoftë edhe nga fetë dhe besimet e tjera, në raport me Zotin, nuk është i saktë dhe i vërtetë. Ne besojmë emrat e Zotit, atributet e tij, po nuk i imagjinojmë, sepse nuk na lejohet. Sepse nuk na ka dhënë Zoti mundësinë dhe kapacitetin për të arritë deri në atë shkallë, sepse ne shumë gjëra që kanë bënë me krijesat nuk i imagjinojmë dot, shpirtin, me lajket, xhinët, çfarë kanë xhenet, çfarë kanë xhenem, ne i besojmë, po nuk i imagjinojmë, e jo më Zotin e botrave që është e pamundur që të imagjinohet. Vetëm fakti që toka jonë në raport me qiellin e parë është si një unazë e hedhur shkretir, dhe qielli i parë me qiellin e dytë si një unazë e hedhur shkretir, dhe qielli i dytë me qiellin e tretë si një unazë e hedhur shkretir, dhe qielli i tretë me qiellin e katërt si një unazë e hedhur shkretir, dhe qielli i katërt me të pestin si një unazë e hedhur shkretir, dhe qielli i pestë me të gjashtin si një unazë e hedhur shkretir, dhe qielli i gjashtë me të shtatin si një unazë e hedhur shkretir, dhe qielli i shtatë me oqeanin mbi të si një unazë e hedhur shkretir, dhe oqeani me kursijin, stolin, është si një unazë e hedhur shkretir, dhe stoli me fronin me arshin si një unazë e hedhur shkretir, e Zoti i gjithësisë është mbi gjithçka. Është e pamundur imagjinata njerëzore të imagjinojnë diçka. Dhe këtu ne e kuptojmë sa të vegjël jemi dhe sa nevojtar jemi ne për Allahun xhel xhelaluhu, dhe sa ai nuk ka nevojë për asgjë. Nëse bëjmë diçka, e bëjmë për veten tonë, e nëse tregojmë të paudh, ja bëjmë vetes tonë, ai ishte Zot, është Zot dhe do të jetë Zot, ne sishim, jemi dhe nuk do të jemi. Me të jemi dikush dhe pa të jemi askush. Faktikisht o vëllezër, kisha nxjerr shumë ajete ku do isha të ndalesha, po nuk na favorizon koha. Po faktikisht dy ajete dua t'i përmend edhe një herë. Ajetin pra në surën Al-An'am, gjithmonë ku Zoti thot: Qul a ghayra Allahi abghi rabban wa huwa khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir. Subhanallahu vëllezër. Kjo ajet është pothuajse në mesin e surës. I drejtohet Allahu Muhamedit alayhisalam që t'ju thot Mekasve: thuaj, po si mund të konsideroj Zot, si mund të ndërmarr për Zot dikë tjetër përveç Allahut, ndërkohë që është krijuesi i gjithçkaje dhe gjithçka është në dorën e tij, në urdhnin e tij, në lejen e tij. Dhe gjithçka pret autorizimin e tij. Mendjet dhe perceptimet dhe shikimet nuk e arrin, ndërkohë që ai arrin gjithçka. Wa huwa al-latifu al-khabir. Ai është i butë, i mëshirshëm me njerëzit, me krijesat. Khabir, i mirë informuar për çdo gjë deri në detajin e fundit. Subhanallah. Duke qenë se ky është Zoti, si mund t'i kthej njeriu syt tek dikush tjetër?
Si ka mundësi që njëri që e beson kështu Zotin, se është krijuesi i gjithçka edhe në dorën e tij është gjithçka, si mund të bjerë njeriu në shirk o vëllezër? Si mund të kalojë njeriu në dhujtari? Si mund të presi njeriu prej njerëzve apo prej kafshëve apo prej sendeve apo më keq akoma prej të vdekurve, se ti bëjnë dëm apo dobi? Subhanallah. Dhe si ka mundësi që ndër mesin ton si musliman, dhe themi, ka prej njerëzve që bëjnë dikë tjetër Zot përveç Allahut, kanë shpresë tek dikush tjetër përveç Allahut. Si ka mundësi që një musliman që beson se Zoti është Zot dhe ai ka në dorë gjithçka, shkon tek i vdekuri, i kërkon atij që t'ia bëjë mbar, ndërkohë që ai shkreti ndoshta gjithë jetën ka qenë më i kputuri. I kërkon atij që t'i japi fëmijë, ndoshta ai ka qenë pa fëmijë gjithë jetën. I kërkon atij që ta shërojë, ai ka vdek me 38 smundje e gjysëm. Subhanallah. Si ka mundësi? Tek të tjerët nuk ka problem, sa ashtu e kanë ndërtuar, ashtu mendojnë, ashtu janë edukuar, po një musliman që beson në Zot, që është krijuesi i gjithçka edhe në dorën e tij është gjithçka, dhe t'ia tërheqë vëmendjen dikush tjetër përveç Zotit, vallahi kjo është e çuditshme për Zotin. Dhe në ajetet e fundit, ky është ajeti i fundit faktikisht që lexova, ndërsa ajeti i mesit është ky, thot: Dhalikumullahu rabbukum, la ilaha illa huwa, khaliqu kulli shay, fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ky pra është Allahu, Zoti i gjithçkaje. Nuk ka Zot të vërtet që meriton të njihet dhe të adhurohet si Zot përveç tij. Pastaj tha: fa'buduhu, prandaj vetëm atë adhuroni. Allahu Akbar. Vetëm atë adhuroni. As profetin, as melajket, as profetët, as evlijat, as njerëzit e mirë, as njerëzit e këqij, as gjë. Vetëm atë adhuroni. Subhanallah. Kjo sure ka shumë momente interesante që me shpresën e Zotit do të ndalemi dhe do të kemi stacionet tona të qëndrimit, po kjo ishte një, si me thënë, një vështrim, ky ishte një vështrim i përgjithshëm mbi surën, pra suraja i mshon shumë, sepse është sure mekase, besimit në Zot, besimit në botën tjetër, besimit në ringjallje. Çfarë u ka ndodhur atyne që i tallën pejgamberët dhe nuk i besuan, dhe çfarë u ka ndodhur atyne të cilët ndoqën rrugën e pejgamberëve, i kushton shumë rëndësi ringjalljes dhe daljes përpara Zotit, i kushton rëndësi faktit që o Muhammed mos u mërzit se nuk je i pari që s'po besohesh e po refuzohesh, i mshon faktit të lidhjes së njeriut me Zotin dhe mos shohë askush tjetër përveç tek Zoti, dhe i mshon faktit që ne si musliman në raport me bagëtit nuk duhet ndikohemi nga besitnit. Çështja e bagëtive në Islam është shumë e thjeshtë. Theren me bismillah, edhe kaq është e thjeshtë situata, pastaj çdo lloj gjëje tjetër nuk është gjë tjetër vetëm se besitni dhe paganizëm, siç ndodh me ata njerëz cilët kur nisin shtëpiat e therin kurbanin dhe gjakun e derdhin tek themeli, ose kokën e dashit apo delës e fusin në themel, apo e vendosin aty ke dera apo tek porta e shtëpisë që t'i mbrojë nga msyshi apo nga e keqja e të tjera, gjëra që faktikisht duhet i orientonin njerëzit të lidhen më fort me Zotin, ndërkohë që po bëhen sebeb që njerëzit t'i bëjnë shok Allahut xhelle xhelalu. Dhe momente të tjera për cilat do të ndalemi inshallah taala në surën Al-An'am me detaje, me shpresën e të Madhit Zot. O Allah Zot, bëje këtë Kur'an dritë, pranverë, qetësi, argument dhe dëshmi për ne në këtë botë edhe në ahiret, ja Rabbel Alamin. O Allah Zot, na bëj për atyre që jetojnë me Kur'anin dhe e jetësojnë Kur'anin në jetën e tyre. Amin.